All the films in one radio show. Dhe mirë se vini në At the Movies, në programin tuaj të dashur të filmave të kinematografisë. Për rreth 60 minuta ne flasim për filmat e serialet më të rinj që po përfliten në të gjithë botën e sigurisht edhe në Shqipërinë tonë të vogël. Do të kemi gjithashtu edhe kolona të njohura zanore të filmave të njohur që ne gjithmonë i rikthejmë në vëmendje, qofshin të vjetër apo edhe të rinj. Cineplex është bashkë me ne si çdo të premte, ku sot në fakt ka një zhvillim mjaft interesant, do thoja. Është një film i cili ka shumë fansa këtu në Shqipëri, por edhe në të gjithë botën, sidomos për ata që kanë qejf regjisorin Quentin Tarantino. Bëhet fjalë për filma ikonik si Kill Bill volumi 1 dhe Kill Bill volumi 2, të cilët janë bërë bashkë në një film edhe vinë si premier në Cineplex. Në fakt, ky film ose ky bashkim i këtyre dy filmave ka diku tek 3 muaj e pak që është publikuar, ndërsa Cineplex e sjell tani. Absolutisht ka shumë fansa që i adhurojnë filmat Kill Bill, edhe në fakt janë shumë të bukur. Por ky mix, le të themi, i këtyre dy filmave është kulminacioni i tyre, pasi regjisori ka thënë se këtu janë edhe të gjitha pjesat e prera dhe po themi të gjitha ato gjërat elementare të cilat munguan tek Kill Bill volumi 1 dhe volumi 2. Veç kësaj premiere ka edhe shumë të tjera në Cineplex, pas pak do t'ju njohim me programin e kinemas, ndërkohë shkojmë në një këngë tani, në një kolon zanore, si ajo e Zootropolis 2 dhe rikthehemi sërish pas pak. Folur pak për The Old Bloody Affair është mënyra se si Tarantino e kishte menduar fillimisht filmin. Një histori e vetme e gjatë dhe pa ndërprer, pra siç duket regjisori kur e ka bërë planin për këtë film, nuk kanë qenë njëshi dhe dyshi, por ka qenë një film i gjatë. Bashkimi i dy pjesëve ka krijuar një rrjedhë më natyrale të ngjarjeve, ku rrugtimi i personazheve të The Bride, interpretuar nga Uma Thurman, ndihet më i plot dhe emocionalisht më i fortë. Filmi përzihen me mjeshtëri stile të ndryshme që ju i dini tashmë, me filmat kung fu, samurai, westernët italian dhe anime, duke e kthyer në një mozaik kulturor tipik për Tarantinon. Ajo që e bën filmin të paharrueshëm është stili i tij vizual, janë ngjyrat e forta, gjaku i egzageruar që është tipike e Tarantinos dhe koreografitë e dhunshme që e bëjnë çdo skenë të duket si një pikturë në lëvizje. Në fakt, kritika e ka konsideruar këtë version të ri, i cili zgjat diku te 4 orë e gjysmë, si realizimin e plot të vizionit gonzo të regjisorit. Megjithatë, duhet ta themi që për disa shikues, gjatësia prej afro 4 orësh e ka bërë që të jetë pak sfiduese për tu parë. Filmi kërkon durime dhe përkushtim dhe jo të gjithë ndoshta janë të aftë ta shikojnë deri në fund për rreth 4 orë e 30 minuta, sepse sigurisht sidomos ata që nuk janë të njohur shumë me botën e Tarantinos do ju duket një orar shumë i gjatë edhe shumë i egzageruar. Por për të tjerët mund të jetë komplet një eksperiencë e paharrueshme. Sa i përket kritikave në pikat më të forta, duket se performanca brillante e Uma Thurman është kryesorja që renditet në këtë gjë. Pastaj është përzierja kreative e zhanreve, si dhe narrativa më e rrjedhshme në një film të vetëm. Shpesh herë na ndodh edhe në për seriale kur shikojmë sezonin e parë dhe më pas sezonin e dytë që del pas një viti ose pas 2 vitesh, rrjedhshmëria e gjës humbet edhe domosdoshmërisht është pak e vështirë për t'u rikthyer edhe për ta parë atë sezonin e dytë me të njëjtin kuriozitet apo me të njëjtën kureshtje si më parë. Kur janë të dy pjesët në një, sigurisht që kjo e bën eksperiencën shumë të bukur edhe ngjarjet shumë më aktuale. Tani, Kill Bill, The Whole Body Affair nuk është thjesht një ribashkim i dy filmave, por Tarantino e ka quajtur këtë si një deklarat artistike. Për fansat e tij, kjo është ndoshta forma më e pastër e veprës së tij, madje disa kritikë e quajnë një nga kryeveprat e tij. Por për shikuesin e zakonshëm mund të jetë një përvojë e rëndë e i zgjatur. Në fund duhet themi se filmi është si një shpatë mpret që sigurisht nuk është për të gjithë. Prandaj, natyrisht fansat e Kill Bill mund ta shikojnë edhe mund ta shijojnë në Cineplex. Kjo është premiera absolute e kësaj jave.
por Cineplex ka edhe një sër filmash të tjerë në program. Duke nisur me loja e fundit, Nderi, Polic për jetë, The Project Hail Mary, Ready or Not 2, Reminders of Him, Scream 7 dhe drama The SpongeBob për fëmijët, dhe i fundit jo më pak i rëndësishmi është The Super Mario Galaxy Movie, që ka rezultuar mjaft i suksesshëm dhe për të gjithë ju që keni fëmijë në shtëpi është zgjedhja ideale, sidomos për ta parë këtë fundjavë.